Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Mirëmbrëma, kudo që na ndeshni të nderuar shikues, e dini të gjithë që me 7 qershor duhet dilni ata që kanë vendosur për daljen në kutitë e votimit. Nëse nuk janë të pllakosur nga tregimi i molisjes kolektive politike në Kosovë, meqense vendi ka hyrë në rreth ciklik të krizas që prej 2 vitesh dhe duke që tregimi më i vështirë i politikanëve sot është se si të binin njerëz që dalin në zgjedhjet e jashtëzakonshme 7 qershorit për Kosovën e nesër me politike dhe jo vetë politike të 8 qershorit e tutje si do duket ai kanë ftuar kreun e Partisë Social-Demokrate të Kosovës Dardan Mulliçaj, i cili së bashku me 5 kandidatë tjerë të partisë tij garon në zgjedhjet e 7 qershorit. Mulliçaj, faleminderit për kohën. Grazie. Ju keni dalë me një tregim të qartë politik ndaj PDK-s dhe LDK-s. Në këto zgjedhje i keni ftuar që të krijoni një pakt me ta, që të leqiteni përfundimisht nga mendësia e Zotit Kurti. Ma shpjego të lutem nëse mundesh. Ke shpjeguar në paraqitje publike, po për audiencën tonë. Ç'do të thotë ky tregim? Unë besoj që njerëz duhet me kuptu pse kem shku në zgjedhje, edhe çka kemi me bo pas zgjedhjeve. Nuk janë këto zgjedhje të rregullta, nuk janë këto zgjedhje që është shkarku qeveria, nuk janë këto zgjedhje që ka jap dorëheqje qeveria, ka humb shumicën. Këto zgjedhje vijnë si rezultat i një tentative të pushtetit për të kapur dhe institucionin e fundit që ishte presidenca. Dhe tash është përgjegjësia vjen te opozita në një rrafsh. Pse shku në zgjedhje dhe çka bëjmë pas zgjedhjeve? Nëse kemi shku në zgjedhje, se Kurti dëshiron ta kap pushtetin gjithandej që edhe ne mendojmë, atëherë çka bëjmë na mas zgjedhjeve? Nëse përgjigjja është që mas zgjedhjeve një nga një duke i thy këmbët për me hi me Kurtin, atëherë për mua është e qartë që përgjegjësia është e opozitës. Në rrafshin e kësaj përpjekja jonë ka qenë e qartë. Le të bëjmë disa zotime publike, le dalim para qytetarëve të Kosovës dhe të themi, këto janë zotimet tona. Pra, propozimi konkret ka qenë që të kemi një qeveri të përkohshme me mandat 2 vjeçar, e cila siguron zgjedhjen e kryeprokurorit në mënyrë kushtetuese, se e dini që s'kemi kryeprokuror të shtetit. Zgjedhja e 7 gjyqtarëve të ri gjykatës kushtetuese vitin e ardhshëm është shumë e rëndësishme, sepse noni ka gjithsej, 2 i ka zgjedhur në mandatet e kaluara, nëse i zgjedh edhe 7 tjerë, atëherë ne do të jemi në vend i cili do të qeveriset nga qeveria më, sepse këto organe të tjera veç do të legjitimojnë. Dhe i kem thonë që nëse se kem shumicën, se ka mundësi që populli i Kosovës vendos prapë të japë partisë vetëvendosja, atëherë ne nuk negociojmë me Kurtin për asgjë. Tash i kallëzojmë qytetarit të Kosovës. Nëse doni president të vetëvendosjes, votojeni vetëvendosjen 80%, 90%. Nëse s'doni, votojani neve. Ne nuk bëjmë qeveri me figura politike, partijake aktualisht, kjo e përkohshme jo me figura jashtë partijake. Po unë peshoj që s'është kjo çështja. Edhe më thon drejtë nuk është që dhe s'jam zhgënypa. Sepse ne kemi qenë qartazi mos hini në asnjë negociat me Kurtin për presidentin, sepse çdo negociat që futim me to e humbni. Edhe lëvizjet e Kurtit i kemi parashikuar jo për shkak të informatave, por për shkak të njohjes së tij më shumë se të tjerët. Fillimisht kam menduar që janë naiv, se si më thon, jo të vetëdijshëm për procesin që po futen, por kur i pash qëndrimet, sidomos ditëve të fundit, pe Vjosa Osmanit, Bedri Hamzës, të tjerëve rand, që nuk ka vijat kuqe, që nuk duhet më shku vendi më në zgjedhje, që duhet të ulem bashkë të zgjedhje me mbram eksponent PDK-s tonin që ju duni më mësu mi ndra 3 pozitat, edhe rikujtohëm para 3 javë që të ishin vendi duhet më shku në zgjedhje, se na nuk bashkëpunojmë me Kurtin. Pse më shku red vendin në zgjedhje, nëse keni me bashkëpunu me Kurtin? Mulliçaj, së paku ju në publik, edhe në media është komentuar, ju keni tregimin e qartë. Çfarë do t'i thoni? Çfarë i kërkoni votuesit? E tash 7 qershor dhe çfarë duhet të pres votuesi me 8 qershor nga PSD në një situatë gjysmë idilike, po them, të parritur momentalisht në një pakt me PDK-n dhe LDK-n. Që ta krijon një front të përbashkët,
ti dërgoni një mesazh zotit Kurti dhe votuesit sidomos votuesit që ju nuk do të bashkëpunoni me një mendësi që përfaqëson Kurti që për 5 vite keni thënë se e shkatroi Kosovën për brenda dhe me jashtë. Që ku është paradoksi? Ju e keni pa që është rrit një kritike madhe ndaj Partisë Socialdemokrate që kënë se po e kritikojmë opozitën me agjendë Kurti të kutadion. Paradoksalisht, na jemi vetëmi subjekt në Kosovë që kënë vijat kuqe për vendosin. Pro veç na po thojmë, na jemi gati, a jeni dhe ju gati, që me demarku politikisht. Se nëse i thu personit autoritar, i rrezikshëm, e ka rreziku marrëdhëniet me ndërkombëtar, me Amerikën, i ka lyp qiraja, këtë këtu. Qysh të thu që në ullë në amazgjedhe dhe bëj qeveri me ta? Kjo duket një paradoks në të vërtetë. Edhe tash, oferta jonë është e qartë, se unë kam pas përpjekje për të asqaruar më shumë opinionin publik se për këtyne pa të hek dorë praktikisht. Opinioni du të me kuptu që Kosova realisht ka pas opozitë veç formale. Edhe opozita ka qenë e tillë veç pse Kurti si ka marrë në qeveri. Jo pse këta s'kan dashur më u fut me Kurtin. Se nga deklarimet që i keni veç javën e fundit, të një pas njëshme, ju e kuptoni që këta janë gatshëm me nda pushtet me Kurtin. Këta kanë qu vendin në zgjedhje në shpresën që prishja e raporteve Vjosa-Albin do të zvogëlojë vetëvendosjen, do t'i rritë ta nga pak edhe do të marrin hise më të madhe pas zgjedhjeve. Po kjo nuk ndihma ndodh kështu ajo. Këtë do ta vendosë qytetari. Po oferta jonë grupit tonë që po garojmë të zgjedhje është e qartë. Mos ta lojmë vendin pa opozitë. Nëse s'mundëm me ndrru qeverinë, nëse s'mundëm me ndrru kryeministrin, a qeverisë vet apo qeverisë me LDK-n apo PDK-n, për mua është çështje irrelevante, sepse ai mbetet i njëjti. Nuk Kurti ka qeverisë edhe gjys për gjys me LDK-n, ka qeverisë edhe vetë, edhe s'ka qeverisë hesh vitin e kaluar ka majt pen Kosovën, është i njëjti, si ka bindjet e njëjta. Këta po ndrojnë. Në këtë kuptim unë mendoj që është jetike që të mbledhet një masë kritike rreth 50.000 votues, le të themi, që të çon kuvend një parti opozitare. Është kushti i demokracisë. Kushti minimal. Pa një grup parlamentar, opozitar, qysh jemi na, nuk ka kur gjë. Edhe një fjalë krejt fond për që të punën e opozitës. Dikush që s'den me bo opozitë. Dikush që s'den me bo fushat. Që është bajat. Që s'ndron për bes nuk den me bo kur gjë. Këta janë inercian. Liderët e rit LDK-s e PDK-s, këta kanë trashëgu një strukturë të madhe, një korpus votues të madh. Këta janë aty për inercian, jo pse kanë prunë ide. Prandaj, nëse peshe që s'din me bo as fushatën, as kundërshtimin, as politikën, qysh po ta mërmenja që e bojnë qeverisën ose opozitën, se bojnë? A ke pritur që të japim përgjigje krerët e PDK-s dhe TDK-s në letër zotimin që u ke quar aty edhe publikisht, që ta bëni një qeveri kalimtare 2 vjet, të bëni së bashku, të thoni këtij votuesi të 7 qershorit, ne qëndrojmë për këtë arsye, për këto qëllime. Thënë të drejtën jo. A ju ka marrë dikush në telefon për tyre? Absolutisht, i kom shkru edhe email zyrtare të 2 kryetarëve të partive dhe kemi qenë me aktivitet aty. Ne kemi bërë aktivitetin për 2 arsye. E para me rrit presionin ndaj tyre. Pra, unë besoj që deri në fund duhet qytetarët e Kosovës të rritin presionin, të thojnë për çka jeni. Realisht presioni joni që edhe më shumë ka Kurti. Pra, pas aksionit tonë, edhe Hamza, edhe Osmani dolën dhe thanë s'kem vijat kuqe dhe jemi gatshëm me bo bashkë qeverisje me Kurtin. Por, e dyta është konë edhe votuesin opozitar, që për një arsye ose tjetër nuk e kuptoj qasjen tonë, që menduan që ne kemi qasje sepse jemi në agjendë këtij ose atij, më janë shpjegu, çështja është më e thellë. Më e rëndësishme se kjo, që s'po e kuptojnë, që kjo është interesi joni politik edhe parimor. Këta janë të mendu që tu sjell mirë me Kurtin, tu i thonë qytetarëve që na bashkëpunojmë, qytetarët rritin mbështetjen për këta e zbulojnë për Kurtin. Ndërkohë që Kurti është rrit mas shumë të najherë në momentin kur e ka majt pen Kosovën 8 muaj. Do në sjelljen më brutale ndaj institucione rendit kushtetues është rrit. Pse? Përkundër që njerëz nuk janë pajtu, mbrana dhe votuesve vet. Pa e ka pas një mesazh qartë. Unë nuk çoj pen çto. Ndërsa këta të tjerë e majtën 8 muaj bllokum dhe mas 8 muajve delçin na s'kem vijat kuqe.
Njëjtë sikur dhe tash. U panë si me Katar, ndoshta nga Po, rezultati edhe kësaj herë nuk e pa vetën si me Katar. Edhe kësaj herë janë me Katar. Të penduar. Edhe kësaj herë janë me Katar. Nëse kime zgjedh presidentin e Republikës me Albin Kurtin, pse s'e zgjedhësh tash? Pse vonove procesi, po? Pse bllokove? Pse na qove në zgjedhje? Kallzon pse? Nëse ti po mendon që qytetari i Kosovës ka më votu ty se ti e dal Vjosa Osmani kon presidenti të zgjedh prap, ky është naivitet politik. Njerëzit nuk votojnë për poste, njerëzit votojnë për ide që përfaqësojnë njerëz. Çfarë Albin Kurtin sot për president, fiton për president. Po së do që drejton, nuk flas për fuqi, se në demokraci çdo herë fuqia nuk matet me argumentin e numrave, por matet me konsistencë, është dëshmuar historia e ekzistencës së subjekteve politike të aty në ideve që kanë përfasu, po ke për shembull Zuta marr shembull, por është partia e Le Pen në Francë, që ka një qendër gjatë, nuk është në pushtet, por mban konsistencën Bolliçaj. Çka i bën këta në vështrimin tuaj, se duket që ju e njeni mirë Kurtin, keni bashkëtuar me të gjatë. Ku po ja huqin PDK dhe LDK, ku nuk po lexojnë drejt zotin Kurti, veprimet e tij, taktizimet e tij, dhe po përfundojnë në një situatë ku vetë duken me Katar të blokadave. E kanë një kombinim fatal. Për me lexu Kurtin, dush me lexu politikën e filozofinë. Nuk mund është i përmes Kurtit me kuptu politikën. Kurti është produkt politiko-filozofik i një rrugë që ajo ndjek, që është i kombinuar mes populizmit dhe autoritarizmit. Ka teoricientë, libra, histori e praktikë që të mësojnë për këtë punë. Masmari është sikur kur të bëhesh mjek. Masmari lexon librat, mas ne shkon të trajton pacientin. Është e vërtetë që përvoja të jap, po nuk mund të më trajtu pacientin pa lexuar libra. Këta po dojnë me mësu politikën e populizmin, autoritarizmin, ka pak të ngu PSD-n, ka pak të ngu në analist, e të e këshyrë Kurtin, që ta shkoj kënej, ta shkoj andej. Partit në dhaja, s'ka si rëndësi. Ishin në pushtet, kishin gjitha ato konjunktura, ku shkuan gjitha ato. Nuk janë mo, të peshetash. Aty bohen Vjosa Lumiri, Klika Uranit kënej, ata nej, nuk ka nej përparim politik. Dhe këta kanë besu që beteja me Kurtin është beteja e personalitetet. Kurti do këtë i vrashti, i rapti, autoritari, ku ta dion, këta janë djemët, ose burrat, ose gratë, e veshura mirë, të kujdesshëm, civilizum, dhe qytetari i Kosovës thotë, ky s'po m'pëlqen, tash do më bë me këtë tjetër. Pra e para është mungesa e dijes mbi politikën. E dyta, që është fatale kur bëhet me të parën, janë i teneresat marramense. Këta jetojnë lagje Marigona Hill. Aty ku nuk jeton as 0.0001% e popullit Kosovës. Nuk mundesh më konë presidente e Republikës me i hek fëmit nga Ismail Qemali se pju vjen era WC-ve e më shku në lagjen që si ka po thoma 0.0001% popullsisë që jeton atje. Nuk është e mundshme. Nuk bojnë të dyja. Se mas nej ti jeton botë paralele. Nuk hiti lider perëndimor, për jashtë Trump që vjen për një traditë tjetër. Po. Edhe Berlusconi që ka ardhur më herët për një traditë tjetër, por shumica liderëve evropian perëndimor që na i dojmë, pe Amerikë dhe këtu, nuk mundën me jetu atje ku jetojnë më të pasurit. Aty janë për njerëz që i kanë biznese, të ardhurat familjare, të veta, të trashëgume. Nuk mund të mi shërbi publikut, se këta e kritikojnë Albinin dhe unë këtu pajtona. Që Albin Kurti si ka familjen Kosovë. Unë nuk pajtona me ata që për nacionalitetin e familjes. Gjithë kush ka drejt, dashuria nuk është mbi nacionalitetet. Po më dush me jetu këtu. Nëse më qeverisë edhe familja jote du të më nda edhe gëzimet edhe i dhënimet me krejt qytetarët. Ama aty ku dallimi hala më i madh. Më i madh është dallimi i një fëmije që shkon në shkollë në shkollat Kosovës publikës, se sa në shkollat e lagjes Marigona Hill dhe Marigona Residence. Se sa Marigona Residence në Norvegji. Pra nëse bën krahasimin e një fëmijë të një politikani që shkollohet në çto shkollat e shtrejta private, me shkollat e publike të Kosovës është simon 1/7. A nashta universitetet është vërtet. Norvegjia me çto shkolla private mund të bëhen 1/3. Pra këtu është 1, atje 3. A mund këtu është ndeku shumë më i madh? Ti e din aty me shkollë, me spitale, me shërbime shëndetësore, me qendra tregtare, me kurset, me gjithçka i ki brenda. Thonë që jam të stigmatizu këtu lagje. Jo. Absolutisht jo. Unë po them që politikanët s'kan çka lypin aty.
nuk po dua as me fol, qysh këtu janë bo dhe mas janë bo politikan. Lere se, adin, të ishin kon këta, më të biznesën, mas ne kanë hi, është tjetër. Këta qështu e kanë rrugën. Prandaj kur po kombinohet, mos njohja e politikës, me interesa e luks, fatale për botë. Dhe Albini e ka kuptu këtë punë. I ka ranë thije, i ka marrë erë në qafë që thujnë shprehje popullore, edhe tash e ka një jetë mos mi ushdryp fare mo. Deri ti shkatran, sepse është ëndër autoritarit me shkatru opozitën. Jo rastisht ku ka autoritarizëm, s'ka opozitë. Këtu shkojmë bashkë, edhe faji i kryesor është i autoritarit. Sepse kur ti merret shumë fish ma shumë me opozitën, se me këtë tjetër. Dash me shëndetësi, dash me arsim, dash me edhe me Serbi, dash me këndush. Vendosje bën vetë për kundërshtar politik, ma shumë se kundër Serbisë. Se kjo është, nuk është pse është Albini, as pse është vendosje. Të mendoni që ju keq kuptuan edhe opozita kur po i drejtoni me kritika asaj, duke i bën me një mënyrë ose tjetër vetin këtë ati lloj opozitarizmi indolent në gjithë këto vite, Mulliqa, dhe duke ju thënë që nuk po e njeni fare kush është Kurti, në mënyrën se si po sjelleni, po e ushqeni autoritarizmin. Absolutisht. Ju keq kuptuan, ose nuk e lexojnë saktë. Unë besoj që çfarë është qëllimi? Njerëz kanë prit që na me bo dhe një argat shtesë në betejën kundër Kurtit. Po ti e din, sepse na njihemi moti dhe kem njeh njëri tjetrin profesion. Kur kemi fol na kundër Kurtit, që shkami kap KPK-n, KPM-n, mediat, radio televizionin publike, atë tjetrin, e këtë tjetrin ndërmarrjet agjencinë e policia, edhe kundërshtarët e Kurtit, që janë këzu që po thëm, kanë menu që kjo është inati. Nuk të kanë besuar. Kanë menu që është inati personal. E vërtet. Edhe sot e kom njëjtën sfidë me opozitën. Po kaluan vite, Mulliqa. Po që me bo autoritarizmat janë të gatë, më konë shkurt që në autoritarizma. Me konë që janë 2 ciklet zgjedhore, nuk është autoritare. Autoritarizmi është betejë gatë. Tash, a kemi mujtë na me bo ma mirë, ma shpejt, qartazi po. A mo një sa ndoni me kuptu. Është gjatë kjo betejë. Edhe qytetari i Kosovës duhet me kuptu që na nuk jemi këtu mja bo argatin, as pushtetit, as opozitës. Më kona ashtu, kishim najnë vetëvendosje, ishim këthym vetëvendosje që është kthehen vazhdimisht, që s'ndodhë të na, ose ishim shku një parti opozitare, cila është ideja me majt identitetin, bindjet, narrativën tonë, e mi shërby tjetër. Po në këta sim të e kuptu dhe një sa ma shumë se kjo. Edhe me pa vendos mi shërby. Nuk ishë mujtë mi shërby. Se diçka që është tu fundos, krejt që ka mundësh, është me pështu na i copë për vete, ose me një mundën fundosje ma shpejt. Kjo anija e qësaj logjika opozitare është në fundosje. Nuk ka dilemë, jo për shkak se duhen qytetari i Kosovës se do. Më shumë dukesh i brengosur edhe këto ditë me aktivitete publike, me zymësinë e operimit opozitar, të mendësisë tyne, në mënyrën se si taktizojnë, nëse taktizojnë, gjithmonë, nëse kanë plan të operimit taktik politik, se sa me Kurtin, sepse me Kurtin e këtë qartë kush o figura e ti, kush o prejardhja e ti politike, çka janë qëllimet. Më shumë e ke brengën se si këta tjerët nuk parin do ta lexojnë atë, sjelljen e tij politike, qëllimin e kështu me radhë. Absolutisht, sepse në publik, po them, nga aktiviteti shihesh më shumë që i brengosur këtë javë kemi pas aktivitet edhe të vetëvendosje, do të kemi edhe tutje të vetëvendosje prap, dhe në fushat, po njerëzit po mendojnë që krejt çka duhet me bo është me dalë me bërtit. Sepse ka një shpjegim naiv publik që ka dominu skenën tonë, që ka njëherë po menojnë që sasia e bërtimes, sasia e kritikës, kish me ndru situatën. Për bes nuk është ashtu. Nuk votoj njerëz për personalitetin, nuk votoj njerëz për ti bërtet ose unë bërtas. Njerëz dush mi bind, që ky popull e ka votu dhe Ibrahim Rogovën, edhe Hashim Thaqin, edhe LDK-n, edhe vetëvendosin, nesër do votoj edhe PSD nëse është e drejtë ose një parti krejt tre. Po. Tash ti dush me bind popullin tonë. Kallajo me qitë etiketa. A mo dhe nisan dush me pas për një relacion me të vërtetën. Nuk mund është ti me thonë diçka me bo diçka tjetër. Na hoqë nuk jemi. Sakt. Ai tregimi që thot hoxha, që është dhe bën çka të them unë e mos bë çka të bëj unë. Na hoqë nuk jemi, apo? Na jemi përfaqësues politik që marrim detyra për mi shërby qytetarëve të Republikës Kosovës.
Këta po menojnë, jeton nëpër lagje shtrejta, hap restorane lokale shtrejta, bën jetë luksoze, keq menaxho, dhe thuj Albini Ohajn. Nuk shkon. Nuk shkojnë dy sene, prandaj jam i shqetësuar se kemi një rrezik përpara, i cili ngërthen një rrezik mbrana mandatit më të madh. Kosova me met pa opozitë. Se opozita nuk është fakti që i ul vendet e opozitës, edhe fakti që s'merrajnë pushtet. Opozita është se populli s'ta ka ti më bosh shumica, po pastaj ti i bindjet tua, qëndrimet tua, dhe ato nuk i ndrojnë edhe me të luta i madhi. Po opozita bën avyn sepse vendi në mandatin e ardhshëm, unë nuk mendoj që do të ketë zgjedhje. Prap, kjo është vetë shantazhi i Kurtit për mi sa ka tu krejt votuesin opozitar. Po le të shohim. Him që ata që thash më herët, zgjedhja e krye prokurorit shtetit për mandat 7 vjeçar. Është për pushtet e rëndësishëm. Edhe kjo ka e bën për vetë. Gjykata kushtetuese, institucionet që me masin balancin e pushteteve. Kryetari në Këshillin Gjyqësor ka marrë. Pra ka dalë edhe gjyqtarët do t'i ketë emrimet e tyre për zgjedhjen, dëshkimin, largimin i kanë dorë, se e mori këto ditë. Këshillin prokurorial e ka marrë dhe ka bosh shumicën. Tani ati i vyn veç me i kap këtu. 7 vjet janë shumë të mëdha masnej. Qëtash po doken dëshira, ëndra, pa ato ka mundësi që këtë vetë bëhen realitet. Vitin e ardhshëm janë 7 gjyqtarë të gjykatës kushtetuese. A din çfarë bojnë pushtetet autoritare? Herë i bojnë jo funksional, herë i zgjedhin që dojnë vetë. Pra, nëse si ka numrat me i zgjedh 7 gjyqtarë kur t'ju marrën mandati, se tash jemi 2 në mungesë, i kemë marrë veç 7 aktualisht për nëntë. 5 e kryjnë kushtin e vitit tashëm. Atëherë janë alem jo funksionale pa gjykatë, se thotë ta opozita po më saboton, se tipidin në për komisione parlamentare krejt ai do t'i përzgjedh kandidatët e vet, ose kam ja votu njerëz që janë ti. Prandaj kur po e lypim votën për veti, kur po e lypim mbështetjen, unë 3 palë zgjedhës kom garu. Edhe njerëz më kanë kritikuar atëherë, s'po garani, veç po folni, veç po kritikoni, sepse kom ditë që s'kon momenti. Që tash, që ka mundëm na mi ofru kuvendit Kosovës, nuk mundën krejt parti tjera opozitare. Gjithë së bashku. Gjithë së bashku. Unë i garantoj shtetarët e rëndësishme. Unë i garantoj shtetarët e Republikës Kosovës. Gjithë së bashku s'mundën me bo opozica vojna. Se opozita nuk ovisht numra në kuvend, kur është mazhoranca e madhe. Është ide, është kreativitet. Këshyre fushatën tonë dhe këshyre fushatën. Na kem fushat dhe prezencë të njerëzit, me mesazh, jo vetëm me na pa kështu, po me mesazh qartë politik. Sa krejt partitë opozitare sot be. Ndish teli pyeti qytetarët, për çka janë ka garojnë LDK-ja dhe PDK-ja këtu zgjedhje? Bilancin e ndjer nga raportimi i media. Nxjerrë bilancin, sheh kush bën aktivitet, çfarë lloj aktiviteti bën në prag nisjes edhe formalisht fushatës. Dhe i pyet për çka janë. Ata mund të thonë një me PDK, si më kon me Hashim Thaqin, me LDK, si më kon gjithë LDK. Po për çka janë ka thonë kësaj herë? S'ka. Këta e ndjekin Kurtin. Kurtin në shkurt propozoi kë rritje të pagave, pensioneve, shtesave, këta e tallën. Në 10 orë këta e nesën, ti po thu 500, na përdhejshim 700 për dojnë pagën minimale. Ti pensionin 200, na 400. Po operojnë me diskurs defanziv, thu politik. Ju bërë naiv, ata po mendojnë që Kurti po fiton. A din këtë tregimin që u bë i famshëm tash. Kurti pa të hangër pasult ai Mulla Osmani atëherë. Edhe këta e kanë tallë gatat punë. Ky është Kurti, herë han pasul, herë han të tilla. Edhe tash janë nisën me hangër pasul. Kurti thekun në s'kom gjipa, s'kom truproja. Tash dul vjosa alumiri, njëri shofer, tjetri pasager, edhe po bojnë hajgare. Po mendojnë që arsyeja pse populli i Kosovës e ka votuar Albin Kurtin është pasuli edhe mungesa truproje. Ose rritja spjashë Albini që i ka 10 gjipa tash. Edhe masi i ka bo 10 gjipa, i ka marrë 51%. Du të me dallu argumentet mes arsyeve. Njerëz të japin argumentet ndryshme për arsye të ndryshme. Nuk fajson qytetarët ti Dardan Mulliçaj pse e mbështesin Kurtin, por një alternativë të pakonsoliduar të oponentëve të Kurtit. Po u shkput. Ju po kërkoni lehtësitje figurativisht, po them nëse më me përdor një metaforë. Lehtësitje me Kurtin, me botë të qartë para qytetarit. Qyre, Kurti është figurativisht, është të e lujt lojën qëto. Ti mund është më konë kundërshtari ti, po jem rana rregullave ti. Edhe kur e kritikon për pasul, edhe kur e han pasulën vet, je prapë si Kurti. Sa ato e ka vendosur tregimin për atë punë Kurti. Edhe kur
e kritikon Kurti ty për gjep, edhe kur e kritikon ti Kurtin për gjep, je mrena lojës ti. Për mu shkput për i Kurti, duhet me dalë me lujt lojën tonë, masi po dojnë lojë këta. Se për mu politika është ide. Për çka jemi këtu shku në zgjedhje? Për me bo koalicion ma zgjedhje me Kurtin, a? Po pse o zotëri se bëjsh gjithtash? Se ti s'pe një poplin tonë, ti po menon që 50 orit në qëshor ka me ndru mënyrë drastike. Pa po ti kur gjo. Në fakt të bo gabime. Se këta i thanë Kurtit, zbën ti me pas presidentin për vetin, në rregull. Edhe unë u pajtova me këtë punë. Edhe ju thash, mos shkonin takin. Ju ka thënë. Publikisht, mos shkonin takime, s'keni qa me lyp. Popli nuk ka votu, ju m'ja votu. Thuj, poplit na vjen keq, që doni ju m'ja votu, ja votojnë, na s'munën, edhe kallzoni poplit. Dhe shkojmë zgjedhje me qëtë kamp. Këta shkuan aty i thanë zbën ti. A i pyetje, çka bën? Për të këja thamni mu, 2 kandidatë tha i propozajon. Edhe popli thot, okej, s'bën ky me 50%, pse bën ky me 20%? Edhe këta dolën thanë, a pisheni si Kurti tha i ka partia. Unë i thash, mos unë gotni, se kam ja uqit panvarën. Nuk kisha asë një informat, po unë një ka ja punë. Bila e buni një hap ma shumë se sa priton. Para si mja uqit kandidatin e panvarën, i tha opozit, qëm një 3 emna ju. Njonin për i tynë, tha unë ju garantoj që bëhet president. Këta as emnat nuk ja qeshin, të ishin se Kurti po dën veç për veti. Okej, ti s'pja që janë emnat. A i po ta qëtë panvarën, as këto, në rregull, edhe këtu po ta faljon, si votus, si ka kryetari PSD-s po ti fali krejt çtu gabime. Që ti po thu, kjo loj se m'ja votuja e bën kështu. E çka bën tash ti mas zgjedhje? Tha mas zgjedhje ul na e flas me Kurti. Krejt kalkulimi i kësaj pune është kontabilitet. Tu shpresu që lëvizin pak. Po mundu me lëviz edhe për të keq. Mundu të Kurti me fitu edhe ma shumë. Nuk e dim çfarë i thot populli. A mos ka arsye populli i Kosovës me votu PDK-LDK? Çka është i ofruar, po që ata që s'ta kryvan shkurt edhe në prill, ta kryj prap me Kurtin në qershor. Pse? Se unë ty të votoj, nëse ti po më thu që unë nuk i ndroj këto qëndrime, të kom qunë zgjedhje se ti s'mi ke jap mu vota për m'ia zgjedh Kurtit. Apo këta kanë dashur më shku në zgjedhje, se kanë shpresuar që i rriten ka 2-3 deputet që i bjen ka një ministrimash. S'ta fal populli këto. Manen man, nuk ta fal. Edhe s'kan qare, edhe s'kan, se kanë heq gabim që s'ja falin. Ma përpara, ja falin gabimin ma të madh Kurtit, atje, se shto. Qëtu është kjo, është përplasje ideve këtu. Nuk është kjo punë qështu që shpodojnë ta. Pra ndaj unë po them, Çfarë mund ti thuash qytetarëve, votuesve Molliçaj, kaq vite pas që u shkpute nga zoti Kurti, po të doje të ishe me zotin Kurti, si pas një platforme konformiste, që ftonte konformizëm në rrethonat e kohës Kurti. A do të ishe sot njëri shumë i pushtetshëm në pushtetin e Kurtit? Po të doje. Shqyqyr që s'jam, as për vete A do të ishe, po në një situatë hipotetike. Po, gjithë... Çfarë mund të thuash njerëzve, sepse këtu çdo gjë inxhinierohet me tortën e pushtetit me gjas, ka një ngjarje kolektive. Unë kam qenë vetëvendosje, që është edhe ti e din, dhe kem qenë për njerëzve që kom kontribu, atë sa kom ditë dhe kom mujt në vetëvendosje, bashkë me krejt tjerë, po për shkak se kom besu. Unë kom besu edhe në Kurtin, po për mu Kurti u koni lidhën në ide. Unë në Kurtin se kam as kushëre, as shok studime, as shok lagjes, as gjeneratës. Unë ju bashku vetëvendosjes për bindje dhe kauza, edhe ato kauza dhe bindje një moment jenë do. Tash tu dash 8 vjet mu kuptu ato. Do më dikush i ka ditë edhe para me, unë nuk thamë që jam i pari. Amo unë dhe kolegët, shokët dhe shoqët që kemi dalë, e që jemi aktiv sot në Partinë Social-Demokrate, kemi hek dorë në një moment ku vetëvendosja hala së konë pushtet, po kënë fitu zgjedhjet. Kemi hek dorë në një moment ku konë kulmin e krahasimin e kaluar, dhe kemi refuzu çdo privilegj e mundësi që do ta kishim pas një dilemë. Ju e dini që grupi që ne sot jemi në PSD kemi qenë zemra edhe shpirti i lëvizjes së vendosjes. Nuk kemi dalë atje pse mi dhënu me Kurtin. Nuk kemi pajtu. Po të kishim pas i dhënime, do të ishim kthy çu kthehet edhe vjotat e tjera në PLDK parti tjera. Ose po të ishim kohën të dhënum e pa bindje kishim përfunduar tashmë në parti tjera. Jeta jonë është jetë e cila
ndoshta o bodhe më e keqe se sa kur kemi qenë vetëvendosje sa i përket. Unë kam qenë deputet, hyrat kanë qenë shumë më të mëdha se sa janë sot. Dhe këto sim të qitë me viktimizu. Unë e bëj me shumë qef, jam shumë i lumtur që kemi vazhdu aktivitetin tonë që të mënyrë. Ato janë të përkashme. Vjosa Osmani u bodhe presidente përmes Albin Kurtit. Po në fund, çka është trashëgimia e saj? Që shkon LDK, shkon vetëvendosje, kthehen LDK gjithmonë për poste. Cila është sheja që e kalon Kosovës? Kjo që flasim për ndërkombëtar, besomni, na kemi dëshirë, sidomos unë ty, marrëdhëniet e mira me Amerikën. Po nuk ka ndaj send që ka bënë ai ka përcem Vjosa për dallim pikë Kavas. Sot Kosova edhe përkundër Vjosës ka më keq se sa i ka pas përpara. Marrëdhëniet që ndërtu gat për shkak se janë përputhë dhe interesa. Interesat, po. Edhe na kemi pas njerëz që kanë ditë me i kuptu ato interesa, me i përputh me interesat edhe tonat lokale ka pak. Sot kemi një problem, që interesi që sheshe politikën, qeveria aktuale, edhe që sheshe qeveria e STVA-s, në vetë vete kanë kontradita, e mas nej karaktere këto e bojnë edhe ma të vështirë, po nuk e ka pështu Vjosa Osmani, s'po du mja hupu, ne kom kuptu që ka relacion, po jem gatë politik me kuptu që kjo punë nuk bëhet, pse janë dy njerëz që folin telefoner. Për bes nuk bëhet kështu. Se më thonë që bëhet kështu, ish ku me marë, atë, po nuk kryet kështu. Edhe te dhe ma mirë zonë këtë pjesë. Pra ndaj unë përdu me thonë, nuk është mirë me mendu që pika e fort e Vjosa Osmanit për votusin, është qësh është të transmitua jo. Unë s'jam këtu me rujt Vjosa Osmanin, po është irrituese për popullin e Kosovës kur del edhe thu unë e thira, unë e bona. Dukesh më shumë i shqetësuar ndoshta Mulliqaj që mënyra e lojës së dobët të opozitarizmit, duke mos se njohur fare, Kurti, duke përfasuar një diskurs defanziv politik, duke bërë lojën direkt të Kurtit, duke u sillur në atë rrethin dhe u borin direkt zotit Kurti, me tepër kjo po duket që po të shqetëson me këtë kapacitet që ka kjo opozit për ta vënë në funksion mobilizimin e qytetarit. Jam, se të kalzova më herët, unë jam seriozisht i brengosur që nëse s'hyn grupi jonë parlamentar, jo pse jam unë, jo pse është që ky grup, po ka dhe shtyne që kem garu. Po, se herën e ardhshme do të garojnë njerëz më të mirë se ne neshta. Nuk e di këtë pjesë. Amo për një vend, për një çka që i vyn Kosovës. Këtjerë që ka dojnë as me garu për opozit. Dëgjojeni çfarë po thojnë. Ata ton kohën ka kallzojnë që s'kan më vijat kuçi, që po dojnë me hi me Kurtin, që vendi nuk duhet me hi më në për kriza kështu. Prandaj unë po them që është na vet krejt hapësira opozitës thot. S'ka asnjë dilemë, na kemi bëu opozitën edhe për jashtë. Te din na kemi qenë edhe pak po brenda opozita më aktive. Sa më shumë vota, hala më aktiv, hala më shumë mbështetje. A mund besomni që nuk është kjo veç për me qenë në parlamentin e Kosovës. Na 3 herë s'kem garu fare. Po janë momente të cilat 6 veta nuk e nalin votimin. Amo e sensibilizojnë opinionin politik. I nalin do Krijojnë ide. Krijojnë mundu me kriju mas kritike për një çështje. Ndoshta s'u nalin vet, po të alarmum për mrena, të i bo sfida drejt për drejt. Atëherë kur dalim në proteste, kur ftojmë njerëz për çështje alarmante, ndoshta e nal populli. Prandaj ky është shqetësimi jam se kur opozita më minos nuk ka hinë zgjedhje. Kuptimin e gjendjes morale, emocionale, të suksesit, të vullnetit, çka dush. S'ka është, pikë 5 është, që thaj shoki jemi. Në fakt, tha, opozita kësa herë është ka një garë të mbrëmshme mbrenda partive. Jo mbrenda, herën e fundit ngon cila po dele para e dyta partitë opozitare. Tash gara u shndru krejt garë mbrenda partive. Betej për brenda llojit, po. Krejt mbrenda partisë, as mbrenda, jo LDK PDK. Është veç mbrenda, a Urani, a Lumiri, a Abdullahu, a i tjetri. Kjo për i bjenë si me qitë votusin në bo antarë dhe me basë kësi zgjedhje një antarë një votë. Së është garë, as me Kurtin, as me një tjetër. Fakt janë me neve në garë, në kuptimin e jo të numra, sa ta vendosë qytetari, po t'ideve po, se ajo sfida jonë vazhdimisht është të i detyru me majtë qëndrime, po qëndrimet i kanë gjatë jetë në politikë, deri tash nuk je tërhequr, nuk e di ç'do ndodh. Në qershor
që po vjet, nuk e di që do ndodhë në vitin tjetër, por që e kem këtë argumente jetë gjatë në politikë dhe nuk shihesh që je molis, nuk shihesh që je dorëzu, nuk shihesh që e ke dashur oportunizmin. Po ta doje ndoshta. Po ta japni premtim se s'ja po më valor. Po të doje ndoshta do të ishte sot një ministër i rëndësishëm ose çka do pozitë tjetër kryetar kuvendi e çka do pozitë tjetër në këtë pushtet. Edhe dy vota pas e du ta dinë. Edhe 6 vota një paqim, që jemi veç 6 kandidat, veç veten e votofshim, edhe 6 deputet një marshim, në angazhimin politik se nalim. Do unë ki zotem po ta bëj qëtu, s'kem nevoj heq me thonë që të ka, është e pandalshme, sepse angazhimin që ne e bojmë është për shkak se besojmë në ide. Qëndrueshmëria nuk vjen as pi shëndetit, normalisht kur e ki shëndetin shumë keq, s'ki qare, po flas për kushte normale. As pi pare, as pi interesave, qëndrueshmëria vjen më shumë ti kur ki ide. Edhe besim në idenë që ti beson. Çaj jo të manë edhe vetë, të manë edhe në grupt. Na nuk jemi dashamirës me met, as dvagjel, as vetë, as pa pushtet. E dojmë edhe pushtetin, edhe kuvendin, edhe qeverin, pa më me i pinë poplin. Rrugë shkurt nuk njekim. Edhe as nuk e kam njetë, sepse unë besoj që përveç që e kam një farloj obligimi, unë kam rrugtu me vendosjen edhe kam suportuar aty. I rëndësishëm në rritjen e saj, më dhe qaj. Absolutisht, e kam edhe një san tjetër që se kanë me gjas tjerët. Aktualisht që janë skenë, se gjithmonë kur thëmë se kanë tjerët, nuk thëmë se ka kërkush në Kosovë. Na që jemi të garu. As dijen, as guximin mu marrë me këtë pushtet, tjerët. Gjithë një ma shumë po bindën që përveç grupit tonë, të tjerët se kanë as dijen, po as guximin për besë. Sot guximi më shku me si më folë për biznes. Çfarë guximi është? Guximi është me qëndru që kem qëndru na 6 vjet. Me qëndru edhe 6 vjet tjera. Tej kur populli i Kosovës të është gati. Kur të është gati, kur të bindim? Na shta e bindim të zgjedhje, na shta e bindim zgjedhjet e ardhshme, na shta e bindim me një herë mas zgjedhje, se në politikë të den, sikur se thonë se kem rrugtu në që jetën publike, çka ndodh për një ditë, ndodh për 10 vjet ndryshim ka herë në popull. Ju po i thoni votuesve, nëse doni përballjet e kurtit me njerëz të dijshëm të guximshëm, pjesëmarrja PSD-s guvern me këta 6 kandidat e konkludon e konstaton një gjendje krejtësisht të re politike, jo me argument nominal të numrave, po me argumentin e ballafaqimit të idesë të argumentit. Absolutisht, unë besoj që çka të shohin njerëz në kuvend. Vendosja do ta kishte problemin më të madh me po zona natyra Kuçi, nga zoti Florin Krasniqi, nga zonja Teuta Rusta, nga Frashër Krasniqi, edhe Nol Nushi po. Jo rastisht kemi zgjedhur 6 sepse unë kam besu edhe të tjerët kanë besu bashk që është e rëndësishme njerëz me ditë që nëse e kalojnë pragun janë çta 6. Heq mos mendo a vjen njëri a hen tjetër a kush o grupi. Që ku i ki 6 veta, 6 luftar që kemi pas në kuvend. Për secilin prej neve, publiku e ka të qartë për fytyrimin, çfarë personaliteti është, çysh flet, çka den, çka bën, çka s'bën. Nuk ki shumë dilema se kur të mendojsh listat e partive tjera të thua hen ky asen, a ja vjell ky votat ki tjetrit, a ai tjetri, a del kën vetëvendosja, a del kën LDK, ku ta diun. Këtu është e qartë skema. Do në ki të pastër. Pe don PSD në kuvend, që ku i ki dhe njerëz kur janë të PSD-s në kuvend. Unë besoj që sfida më e madhe ndaj vetes është dia, pe që vjen pe neve. Debati është teorik aty, është mbi dijen, nuk është kështu veç më thaj tash. Ai kurti ka qef më apo këty nëse këta çështu i sfidon. E dyta është shumë morale. Ona morale, po. Është ona morale. Nuk mundet kurti dhe të tjerët në vetëvendosje, as më pak të tjerët, me najt në kuvend dhe me më sfidu dhe me më këshyrë në syrë. S'mundëm. Unë i këshyrë ata në syrë. Teuta, Noli, Frashi, Lërini, Natyra i këshyrë në syrë. Grupi ma me integritet morale politik. Jemi tu folë rafshet personalit kërkujt, po të politikës, kish me qenë PSD-ja. S'ka aty, qysh po të këshyre në sy, e ti mund sy, për bes nuk na këshyrin. Nuk ka guximin ti. I s'kan. Guximin, kuptimin... Guximin politik, fjales të sfidës. Po. Sepse kanë trashëgimi.
Edhe unë edhe ata. Na kemi rrugtim edhe bashkë edhe ndaras. Kur jemi kohën bashkë, i kemi të mira dhe të këqijat. Kur janë ata vetëm dhe na vetëm, i kanë të mira dhe të këqijat. Sot në Kosovë, bankat i kanë 180 milion fitim. Si më të folë qarkullim, fitim. Në 90 e kanë marrë bankat fitimi. Nuk je kundër fitimit të operimit të bankave që përshënëm, por... Absolutisht. Vesh në kohën, kur rrit inflacioni, mi u rrit fitimit bankave, prapo është okej, po jo, mi u dyfishu. Edhe ati ku e kom problemin me Kurtin. Se si furtari, si ndërtimtari, si profesori, si gazetari, si mjeku, si kushdush, pastrusi, zjarfiksi, polici, 10% të ardhura pagun polici e se cili piktyne që i përmena, 10% banka, ka daleve. Nuk kanë regull. Unë se më ka dhëmë ja marë as gjysën, pa mundë me pasë pak ma të përshkallëzu. Ta tem progresiv do të duhet të Por Amerika qendra e liberalizmit të botës të ekonomisë tregut, deri në 40% ka taksa të ndryshme. Nuk mundë të atje me pagu si punëtori thjerë si ky, si mësuesi, si gazetari. Sakt. S'është e mundshme. Edhe nuk mundet Kurti. Ndodhe më liqaj, nuk e kanë ditur bese këtë. Spjanin Kurti to, Kurti e ka t'i kon tjetër. Më trego para... Logjikën ekonomike e ka tjetër kon. Para publiku, para votuesit ardhan, cilat janë 2-3 çështjet kapitale që do ta sfidoni zotin Kurti dhe strukturën e kuvendit. Na kem vendos 6 kauza mi pas. Na nuk kemi dugaru për me hinë qeveri, ne kemi bot qartë, dhe kemi thonë që këtu janë 6 kauzat tona që i ndjekim me fanatizëm. Ku mendoni që do ta lekoni së paku debat? Demokracia është çështja e parë. Domthonë që ne kupton agjencionet, bordet, institucionet e pavarura, këtë këtu që ky po i kontrollon, ne duhet mi sfidu realisht dhe mi kuptu qytetarët e Kosovës që në të ndodhë. Unë ti mund ta kuptojmë njerëz që përcjellin politikën, por kjo do të më mritë secili qytetar. Të përjetohet. Të kuptohet dhe të mrinë, me duhet me pas metodën. Kuvend, komision, aksion, protest, Facebook, TikTok, çka dush, po duhet me pas çka të ndodh qytetarit. Pse është keq ajo, jo vetëm pse i vetë vendosit. Në demokraci do t'i sfidoni seriozisht, edhe nuk ka mos më kuptu kur gjë. Qytetari i Kosovës ka me kuptu çdo gjë. Qytetarët që pe kuptojnë që s'kemi opozitë, përmes vetëve aktiviteteve tona dhe sfidimit, kanë me kuptu qartë çdo defekt të demokracisë në vend. Me ndrus mundën vetë, du të bashkë. Taksën kemi me shpjegu një nga një. Fitues më të mëdhaj ekonomikisht në Kosovë janë biznesi më në Kosovë. Unë nuk jam kundër. Sa më shumë që fiton biznesi më mira, ama nuk i shkon dasht, më kon përfituesi më i madh me pagu njëjtë si këta tjerë. Këtë që të lyp është më bosi vendat europiane. A sa ato? Mesatarja e taksës në qarkullim është mbi 20 në vendet europiane. Edhe në Ballkan e ka më lartë. Pra taksa progresive ose shpërndarja. Unë nuk jam me a jep si fëmijët të një familje që i ka të hyra 3.000 euro, me a jep 60 euro në mujtë, si fëmijët të një familje që i ka 800 euro. Se një familje që i ka të hyra 3.000 euro, i meriton me punë e krejt. Me a jep edhe 60 për fëmijë nuk kryin punë. Një familje që i ka një fëmijë po flasim, edhe i morin 800 euro rrugë, dytë. Me a jep 120 euro, ma shumë, edhe i kryin punë ma shumë. Prandaj, unë absolutisht jem pro shtesa fëmijë. Veç duhet me pas një farë kategorizimi nga prijardhja sociale. Po, absolutisht. Që i ki edhe në Gjermani dhe në vendet të tjera. Nuk po flet për të zbulu ujë të nxehtë. Absolutisht, veç me bo. Disa praktika që ai po don mja çu secilit njëri diçka në llogaritë i shtetit. Po kjo nuk është mirë. Pra taksa duhet më shpjegu mirë, jo më menu njerëz që nuk janë taksa kundër biznesit. Miloš Stiglici është një këshilltar i Clintonit ekonomik, një profesor, ka qenë edhe zëvendës drejtori i Bankës Botërore. Thot, për me pas biznes të huaj, nuk janë taksat, arsyeja pse vjen biznesi huaj, investimet të huaja. Është fuqia punëtore kualifikume, nëse ki resurse natyrore të përdorshme, naftë, çdo po është e përdorshme, edhe është sistemi efikas i drejtësisë, që është i shpejt, jo me të lënë 10 vjet me prit. Sa për taksat shtrejta, nalta, ata vinë. Se 20% në 100 euro e 20 euro, 20% në 1.000 euro e në ku me ditë sa atje, shumë ma shumë 200. Prandaj, taksa është të rëndësishme, po flasim ma gjatë. Është shëndetësia, është arsimi, është punëtori dhe është energjia. Aty ke
ta zëm, po supozojnë, në një të nesër me Hekuran Muratin. Ju pritni ta sfidoni Hekuran Muratin. Hekuran Murati, në të shikon në ku vend, nuk ish mujt me usil me sindikatat që është usil. I ka shkatru sindikatën e arsimit dhe shëndetësisë. Ju dini, kem pa bo atë aksionin simbolik me mirë. Nuk mund, na nashta së mundëm në alim, ama ka me marrë vesh krejt Kosova që atë ndodhë. Se nga njëherë, për me marrë vesh Kosova, po du të me këthuj çështje. Për shtaj kemi thonë na 6 çështje tona ose kauzat se ti mundesh me folë për gjithçka. Mundesh me lexu ligje, po populli i Kosovës nuk e merr vesh sikur se merr populli amerikan. Çështjet merren vesh. Partia majti thot vetes, kur ma dobta sindikatat janë. Këti ka shkatru. Vanë si mi fuqizu sindikatat, i ka shkatru. Punëtorët, veç këtë 5 mujor, nëse s'gaboj kanë dek 11 punëtorë vend pune. Kur gjohesh dhe Skush më li që nuk merret me këta. Skush nuk po merret me një raport që financoj FM në një organizatë tjetër kredibile mbi indeksin e fukarallahu të varfërisë të gjeneratës së re, që shkojnë në shifra alarmante dhe relativizohet gjithë kjo temë. Sepse s'ka aktivizëm për këtë punë. Kur është pushteti i madh, kjo nuk më thon fjalë. Shifra të tronditse, migrimi. Po është arsimi po ashtu, nëse flasim për arsim, ndoshta nuk po diskutohet më çantat me pesha të rënda për fëmijët, një zotim i shumë viteve më herët. More këta Një arsim këta sjellët publike degraduar, me një sjellët që kanë bërë. Na jemi vendin në Evropë, nga kemi ma pak se 8% fëmijëve në ma pak se 10% fëmijëve në qerdhe. Nga mëngjesi darkë një kosovar i rëndom të jeton me të tjera probleme nga ato që po ishe ose ishi deri dje në kuvend. Reduktohet, demarkohet jeta ti me tjera probleme. Nga mëngjesi darkë. Dhe ato problemet e ti, së paku në vështrimin kolektiv të njerëzve, nuk jam përfasuar në gjithë këto 5-6 vite. Ambat, thot një fjale urtë të na qurani në natën e fundit të çdo feste, të bajramit, të Përgjigja është jo, të edin. Po prandaj cilin rezultat po e synojnë me këtë? Jo, s'ka rezultat të. Këtu ka veç përpjekje të opozitës me zvoglu pak kurtin që na joni për ty në më partner më i rëndësishëm. Me hynë në pushtet. Po këta të e thonë vetë. Po. Mbramisht ky deputeti Gruda i PDP. Për parim Gruda, po. I cili i thënë të atit vetëvendosjes, doni më mësu me nda 3 postet kryesore. Doni më mësu dhe kjo, doni me nda me neve. Pra, këta po e shantazhojnë pushtetin, jo për të mirën e qytetarit ose për bindjet e tyne, po këta po i thojnë ndaj edhe me neve. Mos e merr veç vetë. Kjo është e papranueshme, edhe detyra deputetit, aktivistit, politikanit, nuk është ishte me informu popullin. Është me bind popullin. Puna juaj është ta bini. Me bind është. Ti nuk mundesh më valloni ju kom tregu që Albini po dën 3 pozicione. E çka ki boti po mbind mu. Shohim mëllëçaj 100 miliona euro po shkojnë në Serbi për import të energjisë. Në gjithë këtë skem të dyshuar të krimit e të korrupsionit, në të ndjera një burimor, në çdo gjë që ka arrit në situatën shoqëria gati të mos ketë nerv reagimi fare. Sepse shoqënia pe kupton e me gjasa dhe kanë drejt që duket paradoks. Opozita është më keq se pushteti ka herën të sene. Në ditëve në vazhdim se jemi duke i konfirmu do të dhana, po ka rrezik që eksponent të opozitës janë përfshirë në shitblerjen e energjisë më shumë. Po, ka pasur dyshime, po. Begjas po dalin vërtet më shumë se të pushtetit. Ky është problemi. Kështu që ka njëherë njerëz dojnë me besu që njeri nuk e merr vesh, po do sa në shihen edhe pa u thonë. Ne kemi opozitën më të pasur se pushtetin, si eksponent. Nuk funksionon kështu. Edhe kjo është unë s'kam kurrë kundër njerëzve të pasur. Në më po them. Dallimin e vetëm me ta ideologjike politike kam taksimin. Mendoj që kush fiton më shumë duhet më jap më shumë, çaq. E majta me djathtë ndallohet. Amo nuk mundesh më kon biznesmen, edhe më bë politikan është okay. Po më kon politikan, më bë biznesmen, e më vazhdu me met politikan është e papranueshme. Dhe e papranueshme. Po se do të qëndron për këtë kauzë. Qof tash që na e kemi Florinin. Florini është biznesmen. Punon pej 84-s
në ndërtimtari. Kapitalin e tij. Kulma, taksist, ndërtimtar, gjithçka. Edhe hen politik. Edhe del, është i vetmi në Kosovë, dhe del e thot, s'ka me marrë rrogë kur, s'ka me hi kur në qeveri, edhe s'ka me marrë kur të ndër për Kosovës. I bën 3 premtime. Që ky lloj biznismenit, ky shkoni mirë se ardhën politik. Se ky po vjen me ja politikës. Po jo ti politikën ose ideal, po. Po jo si unë, ose kushdo tjetër, hen politik, bëhet biznesmen pe politikës, rrin hala politik për me rrit biznesin. Që kjo është trajektoria e gabuar. Se nganjëherë po njerëz nuk kuptojnë tuti që biznesmeni s'bën me hin politik. Bën me hin politik. Po politikani s'bën me bë biznesmen e me najt politik. Se edhe kjo është okay. Je kon politik, don milion bosh me biznes e drejtë është. Në ekonomi tregut, po. Me hi politikan, mu bo biznesmen, me vazhdu me hin politik që me rrit biznesin për bes nuk në rregull. E kjo po vazhdon Kosovë. Për fund Ardan, Mulliçaj do doja, po drejtojmë se zoti Mulliçaj me leje edhe për shkak të publikut çfarë thon. Do doja një premtim të madh që ja bën njerëzve që dalin në ditën e votimit në 7 qershor. Për mua shumë i madh, për njerëz mund të më kohën i parancishëm, nëse doni me pa opozit në kuvendin e Kosovës, se kemi veç një mundësi në këto zgjedhje. Të tjerët janë tu thy komt për me hinë qeveri, vendi ka nevojë për shumë opozit, menoj që jemi edhe ma dishmit, edhe ma të godzemshmit, edhe ma energjik në këtë pjesë. Pju luti me na votu për opozit. Herën tjetër, mos ja mushim syrin, mos na votoni as për opozit, as për pushtet, as për kurrë. Falenderoj për kohën, zoti Mulliçaj, faleminderit shumë. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.